Për Partinë Socialiste. Pse mendon se është partia më e mirë dhe ja vlen për ta votuar? Atë du. Më ka bo. Çat bën më të mirë ajo, ndryshe nga këto të tjera. Më ka thonë pronat. Që kom ke bulevardi, kaq. I ka dhënë? Po. I ke marr? Po i ka marr. Edhe për ne. A të Duket duket që me Partinë Demokratike të që këtu me atë. pse e ke ndryshuar partinë? Vetëm pra që morën pronat. Ke bulevardi, ka nonën. Ke pa vetëm interesin? Po interesin. Interesin gjitha. Si po duket kjo situata politike tani? Që e ngatrume i qishu, jo me këte, jo madë. A mendon se burrat shqiptar janë çyryk? Jo. Dhe ka thonë për gjotë tjetër. Ç'a gjë tjetër? Po të mënë që nuk mendojnë për ato. Gratë mendojnë ndryshe, burrat mendojnë ndryshe. Vetëm të pjesa e kësaj. Po. Domethënë, mënyra se si po orientohet fushata, a ndikojnë mediat, rrjetet sociale të gjitha? Po, mediat po. Pra, ne si popull e duam këtë lloj tallavaje? Jo, mës. Edhe duam edhe se duam. Qofsh mirë. Se cili ka dhe mendimin e vetë, e kupton? Unë vetëm për pronat. Ka morë pronat, ke bulevardi, kam 3 hektar. Kjo garanci, ti në rregull. I kam marrë lekët e për... E për një hektar tokë, ne i dhonë lekët. Kaq mjafton. Kaq. Pastaj pjesa tjetër, Kam dhe domje, kam 12 hektar, nuk mi këndonë. 7.500 pse si kanë? Unë, për sfida më këtë ja. 7.500 Plakun e kam nga domje. Nonën e kam nga Tiranë. Ky 7.500 S'mi këndonë. u bë për të ngatëruar, apo për të prish punë, apo për të ndrejq punë? A shumë i morën tjerët. A ka qenë arsye që ti ke lënë PD-n për këtë 7.500? Po. Nësë aty ke bulevardin mi dhonë. Nonën e kam Tiranë. Te bulevardi kishit pronat tuaja. Po. Kurse në domi keni marrë me 7.500. Si kam dhonë, s'mi kam dhonë. Pretendon që ti marrësh. Pa ko, asë kam e marrë jo. Po ne dhonë këto Këshillit e Evropës të që... E ke çuar Këshillit e Evropës? Po, nuk e dita që do bëhet. Faleminderit, qofsh mirë. Që e shoh televizionin? Në YouTube jemi shqeto.